Shqipëria fillon edhe prodhon në vitin 1960-61. Fillon e prodhon armën e saj të parë, që është arma e modelit Mosin-Nagant. Në vitet 1960, Shqipëria fillon e ndërton industrinë e saj të armatimit. Uzinat mekanike të parat, fillon Poliçani, fillon uzina e Çekinit në Gramsh, fillojnë të prodhimit të barutit, të eksplozivëve, në ULP Mjeksi, dhe në vitin 1960, Shqipëria eksperimenton në prodhimin e armëve të zjarrit në modelin Mosin-Nagant. Ky është modeli Mosin-Nagant M24. Shqipëria e prodhon, e kopjon këtë lloj arme dhe e prodhon. Kemi ekzemplarin numër 12 të prodhimit të parë shqiptar. Kemi dhe kopjen numër 3 dhe numër 4 në magazinat e muzeut që ka nevojë për restaurim. Janë unike, është arma e parë shqiptare në prodhim në histori. Dhe e fundit në botë nga prodhimi i armës legjendare Mosin-Nagant, bazuar në këtë model, modelin sovjetik të shkurtër.